Presidentja Vjosa Osmani ka qëndruar në komunën e Shtimës, ku fillimisht është takuar me krerët e kësaj komune, nga të cilët është informuar për punën dhe zhvillimet që po bën në Shtime. Rrjedhimisht në çdo vit vim me 15 januar, mirë po është shumë e rëndësishme që Shtimën ta shohim edhe për potencialin që ajo ofron sot. Është një komunë përplot me 3 e të reja, secili më jashtëzakonshëm se tjetri, njerëz të cilët po japin kontribut të madh si në sektorin publik edhe atë privat, prandaj qytetarët e Shtimës e meritojnë gjithë vëmendjen dhe gjithë mbështetjen tonë. Presidenten e njoftova me krejt zhvillimet në komunën tonë, me sfidat, me projektet që kemi aktualisht dhe ato që presim të implementojmë në komunën tonë. Derisa vizitoi edhe klubet sportive të Shtimës, inkurajoi për rezultate sa më të mira. Sa më shumë suksese që arrin këtu në komunën e Shtimës, këto suksese pastaj do të reflektojnë edhe për krejt Republikën e Kosovës edhe për tej kufive tonë. Unë ndjeva e motivune që presidentja e ka bënë një takim me neve si sportiste, si femna që miru me sport kena nevojë për përkraje, jo vetëm financiare, po edhe emocionale. Gjatë qëndrimit në Shtime, presidentja vizitoi bibliotekën e qytetit, klubin e robotikës dhe disa subjekte afariste në Shtime dhe më pas në Ferizaj.